Në këtë gjendje të rënduar, u mbajt mësimi para disa ditësh. Reshjet e shumta të shiut kanë sjellur në këtë gjendje hapësirat e shkollës Konstantin Kristoforidhin në erodimet e ulët të Ferizajt. Mësimdhënësit prapa kamerave kanë bërë ankesa se kjo po ua vështirëson atyre punën. Madje ata janë detyruar që këtë klasë që ishte e mësimdhënësve ta improvizojnë në një hapësirë për aktivitete fizike. Për mungesën e kushteve të punës, ankesa ka edhe punëtori Enver Guta, i cili thotë se po ju rrezikohet jeta. Është rrezik. Sport është rrezik për rrymë. Se mundet gjysht kaldaja mushit me ujë. Kaldaja gjysht mushit me ujë. Është rrezik, po na do të me kry. Shpesh herë ja marr pezon me patika u desh më kry në shtëpi mi marr çizmet për me hiç këto, se s'an hen. I kena kry punë, ti kryem çështo. Një herë janë kanë zjarfiksat, e kanë derdhujt. Janë kanë zjarfiksat, kush nuk o kanë. Kush nuk interesohet për këtë punë. Të mlefusur për gjendjen janë edhe prindërit. Një nga ata tregon se ekziston rreziku edhe për shëndetin e fëmijëve. Mrena është merr, pik në tana ond. Unë bile këgje me tu tash që kanë mu infektu dhe fëmija kanë më smu për asë i gjendje qatë. Nuk mirët askush, as drejtoria arsimit. Nashta drejtori ka bon kërkesa ose ankesa, s'janë marrë me atë punët, japin llogaria ata. Na kemi qu shumë gatë këtë farë punë, se më t'ju këndash më marrë me këta. Po na të me ndu që institucionet punojnë, edhe mirën me punë të arsimit, veç punë arsimit është nivelin nër zero. TVNJ ka biseduar edhe me drejtorin e shkollës, i cili prapa kamerave ka treguar se ka bërë disa herë kërkesa për intervenim këtë vit, por që nuk është marrë parasysh. Ndërkaq, as drejtori i arsimit në Ferizaj nuk ka pranuar të flasë lidhur me rastin.